Një erë e re ka nisur të fryjë në Evropë dhe vitet e angazhimit të palëkundur amerikan për mbrojtjen e kontinentit kanë ikur. E kështu do të jetë të paktën për sa kohë që Donald Trump të jetë në shtëpinë e bardhë. Evropa duhet të sigurojë mbrojtjen e saj, u tha zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance vendimmarrësve në Muni në shkurt. Përgjigjja e Evropës deri më tani ka qenë zotimi për të rritur shpenzimet ushtarake brenda territorit të saj dhe për Ukrainën, me synim blerjen e armatimeve të prodhuara në kontinent. Por gjithashtu është shfaqur dhe një zgjidhje më radikale, një umbrellë bërthamore evropiane. Franca dhe Mbretëria e Bashkuar janë fuqi të vjetra bërthamore dhe disa lider evropian po shikojnë drejt tyre. Pjesa më e madhe e armëve bërthamore në botë janë në pronësi të SBA-s apo Rusisë, ndërkohë që Franca ka rreth 290 koka bërthamore e Britania e Madhe 225 nga raketat Trident të projektuara nga SBA. Presidenti francez Emmanuel Macron në fillim të këtij muaji propozoi një umbrellë bërthamore të zgjeruar për aleatët evropian. Kancelari i ardhshëm gjerman Friedrich Merz, kryeministri polak Donald Tusk, e madje edhe udhëheqës nga vende historikisht të distancuara nga armët bërthamore si Suedia dhe Danimarka, e kanë mirë pritur hapjen e Francës. Arsenali bërthamor i Francës u krijua në fund të viteve 1950 nga generali Charles de Gaulle dhe që atëherë ai ka qenë sovran. Britania ndërkohë nuk ka bërë asnjë ofertë publike për të ndarë mbrojtjen e saj bërthamore, por kokat bërthamore të Britanisë mbeten nën komandën e NATO-s duke ofruar kështu tashmë mbrojtje strategjike për aleatët evropian. Sidoqoftë, arsenali i Francës është i kufizuar në krahasim me atë të SBA-s. Përveç fuqisë së tij të madhe, diversiteti i arsenalit amerikan i jep atij një avantazh kyç në luftën bërthamore, potencialin për të minimizuar çdo shkëmbim termonuklear. Në të kundërt, arsenali bërthamor francez, me nëndetëse të ngarkuara me raketa dhe avion bombardues, është menduar historikisht si mjet i fundit. E këto janë dallime që përbëjnë një sfidë kryesore për çdo umbrellë bërthamore me qendër evropiane. Sipas analistëve, evropianët nuk e kanë kulturën bërthamore, e kanë supozuar gjithnjë se amerikanët kanë gjithçka në dorë. Tani Macron ka propozuar që aleatët të marrin pjesë në stërvitjet e fshehta bërthamore të vendit, për të parë nga afër aftësitë dhe vendimarrjen e Francës. Por ai ka qenë gjithashtu i qartë se nuk u jep butonin bërthamor aleatëve apo Brukselit. Vendimi për të nisur një sulm bërthamor do të mbetet gjithmonë në duart e Francës, thot Macron.